Alhamdulillahi Rabbil Alamin, salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Jemi me temat rreth ditës së Kiametit. Dhe kemi folur për disa çështje, emrat e ditës së Kiametit. Kemi folur për ringjalljen. Por sot do të hyjmë në një tjetër çështje që ka të bëjë me mënyrën e ringjalljes. Pra si do të jetë ringjallja për njerëzit, si në aspektin shpirtëror të tyre, por edhe në aspektin fizik të aparencës së tyre. Si do ta rikrijojë Allahu i lartësuar njeriu, si do ta nxjerrë nga varri, edhe si do të jetë gjendja e tij kur ata të tubohen, që të gjithë njerëzit në ditën e gjykimit, pasi kanë dalë nga varret dhe tubohen të gjithë në të njëjtin vend. Dhe Allahu i lartësuar në Kur'an thot: "Kama bada'na awwala khalqin nu'idu." Në atë mënyrë që e bëm krijimin e parë, po ashtu e ribëjmë atë, e rikrijojmë atë. Pra siç ka qenë. Siç ishte krijimi i parë, në rastin konkret për njeriu, siç ishte ai, në atë mënyrë do të rikrijohet, do të dalin nga varri. Eshtrat që do të vishen me mish, me lëkurë dhe do të dalin nga varret. Dhe akoma më të qartë këtë e bën hadithi profetit alayhi salatu wassalam, që për cilët nga Aisha radhiyallahu ta'ala anha, ku i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha: "Tuhsharuna hufatan uratan ghurla." Ju do të tuboheni këmbëzbathur, të zhveshur, të pa rreth prerë, pra të pa bërë sunnet. Pra ky hadith tregon se njeriu nuk do të marrë asgjë nga kjo botë. Kur dal para Zotit të tij, nuk do të jetë asgjë nga pasuritë, sado të mëdha të shumta që mund të ketë pasur, nuk do ta shoqërojë asgjë. I zhveshur, këmbëzbathur, pra pa gjë. Do dali para Zotit e tij vetëm me veten e tij, pa rroba. Do shtjellohet kjo çështje. Të pa bërë sunet, pra siç dole, pra edhe e cop lëkure që u hoq nga trupi jot në procesin e sunetlikut, kur të ringjallesh do të jetë prapë me ty. Do të jetë prapë me ty. Prandaj thot Allahu subhanahu wa taala: "Kama bada'na awwala khalqin nu'idu." Siç e bëm krijimin e parë, siç e filluam fillimisht, në atë mënyrë do ta rifillojmë, do ta ribëjmë, do ta rikrijojmë njeriu. Në atë mënyrë që doli nga barku i nënës së tij, me ato pjesë të trupit që pati, të cilat gjatë jetës mund të ketë humbur, me ato do dali para Allah, do t'i bashkohen përsëri. Do dali me to para Zotit të tij. Dhe kur e tha të fjalë, profeti alayhi salatu wasalam, Aisha radhiyallahu ta'ala anha e çuditur tha: "O i dërguari i Allahut, burra dhe gra bashk, të zhveshur pra, do të shohin njëri tjetrin." Apo jo? Profeti alayhi salatu wasalam tha: "Al-amru ashaddu min an yahummahum dhalik." Çështja është më e rëndë, më e vështirë se sa t'i përkupojë ata kjo gjë. Njerëzit të botë lakmojnë të shohin lakurisinë e tjetrit. Sa që bën spektakle ku promovohet lakurisia për të thithë audiencë. Pse? Sepse njerëzit pa fe, pa moral, pa nder, kanë prirje, kanë tërheqje të fortë drejt këtij gjunahu për të parë lakurisinë e tjetrit. Janë të sëmurë në zemrat e tyre, bëjnë çmos. Në ditën e Kiametit do të jenë afër njëri tjetrit lakurish, burra dhe gra. Por askush nuk do të impenjohet dhe nuk do t'i kushtojë rëndësinë më të vogël intimitetit të trupit të tjetrit. As nga burrat, as nga gratë. Pse? Nga tmerri i përjetimeve të ditës së gjykimit. Aq e rëndë është kjo ditë.
Aq e rëndë është kjo ditë. Ndodh që ti ndër të botë sheh një situatë të rëndë, një aksident, një njeri që vdes në mënyrë të llahtarshme përpara syve të tu, dhe mezi e heq nga kujtesa jote atë skenë, e cila mund të shoqërojë ty me ditë, me javë, dhe ndikon tek ty, pra nuk je më të njëjtin orec, nuk je më të je si impir, pra nga tronditje që je përjetuar. Dhe kjo në çështjet e dynjas. E si do të jetë në atë ditë ku njeriu do të shohë gjëra që nuk i ka imagjinuar kurrë. Xhehenemi, xheneti, me lajtet, rojet e xhehenemit, peshorja, libri i veprave, dëshmitarët pra kundra teje, frika për gjunahet. Ç'është e rëndë. Pra, dhe ky hadith i profetit alayhi salatu wassalam tregon se sa e rëndë, sa e vështirë është dita e gjykimit, saqë njerëzit pranë tyre larkurish dhe askush nuk impenjohet të shohë tjetrin. Askujt nuk i intereson trupi i tjetrit. Askujt. Ndërkohë që në të botë mund të qenë maniak drejt kësaj gjëje, në atë botë fare. Allahu na lehtësoft atë ditë. Dhe për cilët në Sunenin e Tirmidhiut nga Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma se i dërguari i Allahut Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thënë hadithin që përmendëm më parë, tuhsharuna hufatan uratan ghurla, do të tuboheni këmbëzbathur, të zhveshur, larkurish dhe të pa bërë sunet, të pa rrethprer. Dhe një grua sahabie që e dëgjoi këtë fjalë të profetit alayhi salatu wasallam e çuditur tha: "O i dërguari i Allahut, a do t'i shohim njëri tjetrit pjesët intime?" Sahabët ishin njerëz të ndershëm, me moral, të turpshëm. Edhe i bëri çudi ky hadith, i zuri frika, si mund të jemi pranë njëri tjetrit të zhveshur. Profeti alayhi salatu wasallam tha: "Ya fulana li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni." O filane, atë ditë secili do të preokupohet vetëm për çështjen e tij. Pra ditë secili do të preokupohet vetëm për çështjen e tij. Pra edhe pse do të kesh përpara syve të tu një gjë që ndër të botë mund ta ketë tërhequr shumë njeriu drejt asaj, pjesët intime të trupit të dikujt, në atë botë zoti i interesoj fare kjo gjë. Por vetëm çështja e tij, aq shumë do të jeti fokusuar tek halli i tij, te gjendja e tij, si do të jetë përfundimi, ku do shkojë, në xhenet apo në xhenem, llogaria, gjykimi nga gjykatësi absolut i gjithdijshëm, Allahu i lartësuar. Dhe thot Ibn Abdul Barr, nga dietarët e hershëm të mëdhenj, njeriu do të ringjallet larkurish, dhe çdo pjesë e trupit do të jetë ashtu siç ishte ditën që lindi. Siç ishte ditën që lindi. Nëse ishte hequr diçka do t'i kthehet madje edhe ai që ishte rreth prerë, pra që është bërë sunet. Pra për shembull ka njerëz që lindin me gjymtyrë shtesë. Dhe me operacionet plastike e tjerë i heqin dhe duken fare normal, nuk i duket më ai problem. Kur të ringjallet, do të ringjallet bashkë me atë shtesë që është hequr. Siç ishte në fillim krijimi i Allahut. Pra shihni se ai plot fuqishëm është Zoti ynë. Pra edhe pse njeriu e ka hequr atë gjymtyrë, mishi i tij është tretur, kocrat mund të jenë tretur përveç asaj pjese që kemi përmendur. Prap Allahu subhanahu wa taala, dhe nuk është fare e rëndë për Allah dhe do të jetë fare vështirë për të, do ta rikrijoj me ato gjymtyra shtesë që mund të ketë hequr gjatë jetës së tij. Qoftë gisht, qoftë një dorë, qoftë një këmbë apo diçka tjetër.
apo veshin e ka pasur me difekt, e ka rregullu, do të ringjallet siç e kishte me difekt. Dhe thonë dietar, kjo tregon se njerëzit do dalin nga varret e tyre lakuriq dhe do të mblidhen, do të tubohen në këtë gjendje. Majni mirë, përqendroni këtu, se tani këtu do të kemi një çështje që në aparencë duket sikur ka kundërthënie. Tham, hadithet e profetit alayhis salatu wasallam që njerëzit do të ringjallen lakuriq. Tani kemi në Sunenin e Abu Daudit nga Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, sahabi i profetit alayhis salatu wassalam, se kur këtij të fundit sahabit ju afrua vdekja, ai kërkoi rrobe të reja që t'i vesh. Dhe tha, e kam dëgjuar të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam të thotë: Innal mayyita yub'athu fi thiyabihi allati yamutu fiha. I vdekuri do të ringjallet me rrobat me të cilat ka vdekur. Më parë tham që do të ringjallen të zhveshur, lakuriq, apo jo? Hadithi profetit alayhis salatu wasallam, jo se e tham ne. Tani sahabi përcjell një hadith që thot njeriu do të ringjallet, pra hadith nga profeti alayhis salam, thënia e profetit alayhis salam, me rrobat me të cilat ka vdekur. Pra do të dali me rroba. Pamjet parë duket sikur ndërmjet të tyre dy haditheve ka kundërthënie. Dhe gjithashtu përcillet se kur nëna Muadh ibn Xhebelit radhiyallahu ta'ala anhu, sahabit profetit alayhis salatu wassalam, ndëroi jetë, Amri ibn al-Aswad, përcjellësi ndodhis, thot, varrosëm nënën e Muadhit dhe ai urdhëroi që ajo të mbështillej me rroba të reja. Qëllimi tu janë qefinët, ajo veshjet tona, apo veshjet e atyre njerëzve në atë kohë, por qefinët. Dhe tha, përmirësojini qefinët e të vdekurve tuaj, sepse ata do të ringjallen me to, pra do të dalin me qefinët. Pra edhe ky hadith, si ai i fundit, sikur kundërshtojnë hadithin e përmendur në fillim fare, që do të ringjallen lakuriq. A ka kundërthënie? Duhet dim vëllezër se ndërmjet argumenteve të sakta, ajeteve me njëri tjetrin, haditheve me njëri tjetrin, kur janë të sakta, apo ndërmjet ajetit dhe hadithit të saktë, nuk ka asnjëherë kundërthënie. Sepse burimi është i njëjtë nga Allahu subhanahu wa taala. Edhe suneti është shpallje si Kurani, por me veçori ndryshe. Dhe nuk mund të ketë kundërthënie. Por kundërthënia mund të lindi në mendjen tonë nga mungesa e njohurisë, ose nga paaftësia për të kuptuar sakt argumentet që në atë kuptim, në atë mënyrë që ta zbërthën problemin, të jep zgjidhje dhe të bëhet i qartë se nuk ka kundërthënie. Në rastin konkret, i mbani mend hadithet që përmendëm? Sa tani do hyjmë tek shtjellimi që kanë bërë dietarët. Dhe e përmendim këtë çështje shtjellimit për të kuptuar sepse jo vetëm që argumente të tilla nesër pas nesër mund t'i dëgjojmë dhe mund të kemi paqartësi, na pyet dikush jemi të paqartë, por edhe për të bindur vetë se në fen ton nuk ka asnjëherë kundërthënie. Dhe kjo është një shkencë që dietarët e kanë studiuar dhe kanë bërë libra, kërkime shkencore, duke sjellë ato hadithe, ato ajete që në mendjen e një muslimani të paditur apo që ka dituri të cekët, mund të lindin keq kuptime, mund të lindi ideja sikur ka kundërthënie. Ose bidatçin mund t'i shfrytëzojnë, apo qafirat i shfrytëzojnë. Një nga pikat ku orientalistët apo qafirat e ndryshëm që sulmojnë islamin kapen, janë argumente të tilla.
Pra ata i sjellin me idenë se duke i dëgjuar muslimanit këto dy argumente që kanë kundërthënie, do të largohet nga feja e tij, do të lindin dyshime tek ai. Do të mbjellin dyshime. Prandaj dhe dietarët e kanë sqaruar këtë çështje, e janë marrë me këtë çështje. Duke bërë shkrime, libra, studime. Dhe në rastin konkret, kemi këto dy argumente, njëri thot larkuriq, tjetri thot do të ringjallen sipas me rrobat e tyre. Si mund t'i pajtojmë apo si mund t'i bëjmë bashkë, t'i harmonizojmë këto hadithe që në aparencën e tyre duket sikur kanë kundërthënie. Ktu duhet përqendrim. Dhe feja kërkon durim të mësohet, të kuptohet. Por, nëse bëjmë durim dhe e dëgjojmë deri në fund, kuptojmë se sa madhështore është kjo fe, sa saktë e përsosur është kjo fe. Disa dietar kanë thënë se ringjallja është një proces, ndërsa tubimi pas ringjalljes është një tjetër proces. Pra kemi me fillim i procesi i parë dalja e njerëzve nga varret, ringjallja e tyre, njëjtja. Pastaj pasi dalin nga varret, do të grumbullohen dhe të gjithë në një vend. Do të shkojnë vetë tek ai vend. Do të grumbullohen që të gjithë aty. Ky është procesi i dytë. Pra, kemi ringjalljen thonë, kemi dhe tubimin. Prandaj thonë, larkurisia ndodh gjatë tubimit. Pra njerëzit dalin nga varret me rrobat e tyre që kanë vdekur. Por kur vjen momenti i tubimit, zhvishen nga rrobat e tyre. Nuk bien rrobat e tyre, prishen, treten. Nuk i kanë më rrobat e tyre. I qartë ky interpretim? Pra në këtë mënyrë, hadithi i parë fare që profeti alayhis salam thotë do të ringjalleni të zhveshur, ka për qëllim tubimin. Ndërsa dy hadithet e fundit, nga Abu Saidi dhe hadithi i Muadhit për nënën e tij, kanë për qëllim momentin kur dal nga varri. A është i qartë? Pra dhe në këtë mënyrë nuk ka kundërthënie thonë. Ky është një mendim. Por disa dietarë të tjerë thonë se ky lloj interpretimi ka një problem thonë. Cili është problemi? Sepse në hadithin e Muadhit për nënën e tij tha do të tubohen me to. Pra edhe të tubimi do të jenë me rrobat. Prandaj një pjesë e dietarëve nuk e pranon këtë interpretim, por japin zgjidhje tjera dhe thonë, nga zgjidhjet e tjera thonë se hadithi i Abu Said radhiyallahu ta'ala anhu që i vdekuri do të ringjallet me rrobat që ka vdekur, hadithi i profetit alayhis salam, nuk është i përgjithshëm, nuk është për të gjithë muslimanët. Pra nuk i përfshin të gjithë muslimanët. Por mund të jetë që disa do të mblidhen larkuriq dhe disa të veshur. Pra ka përjashtime. Ose të gjithë mblidhen fillimisht larkuriq, mblidhen, tubohen, pastaj vishën profetët dhe i pari që vishet është Ibrahimi alayhis salam në bazë të haditheve të sakta dhe të tjerët më pas sipas vullnetit të Allahut azza wa jall. Ose thonë, njerëzit dalin nga varret me rrobat me të cilat kanë vdekur, pastaj në fillim të tubimit rrobat e tyre hiqen, nuk i kanë më, dhe mbesin larkuriq në fillim të tubimit dhe më pas i pari që vishet është Ibrahimi alayhis salam dhe më pas të tjerët. Dietarët e tjerë e thonë se hadithi e Abu Saidit, pra që i vdekurit do të ringjallet me rrobat që ka vdekur, ka për qëllim thonë shahidët, dëshmorët. Dhe jo të gjithë muslimanët. Pra edhe pse sahabi e dëgjoi këtë hadith nga profeti alayhis salatu selam në lidhje me dëshmorët, por vetë e kuptoi sikur i përfshin të gjithë muslimanët, por nuk është ky kuptimi, thonë.
Hadithi i profetit alayhis salam që i vdekur do të ringjallet me rrobat me të cilat ka vdekur, që ka pasur në trup, nuk është për qëllim të gjithë muslimanët, por vetëm shahidët, sepse ata janë urdhëruar për ta, ose themi për ta është urdhëruar që të mos qefinosen, por të mbëshillen me rrobat me të cilat kanë rënë në betejë. Me ato rroba. Pse? Sepse rrobat e tyre të gjakosura do të jenë dëshmi për ta në ditën e gjykimit. Dhe kjo lloj dëshmie është nderim nga ana e Allahut për ta njerëz që sakrifikuan të vetmin gjë më të shtrenjtë që i kishin mbetur, të fundit shpirtin e tyre, për Allahun e lartësuar, për fenë e tij. Por kështu thonë, këtu mund të fusim edhe ata që vdesin si muhrim, pra me atë ihramin, atë veshjen e veçantë gjatë umrës dhe haxhit, keni parasysh, ato dy bezet, copat. Dhe për të është urdhëruar që të varrosen me to, të qefinosen me to, të mos mbulohet koka. Si dëshmi kjo robe për ta. Pra, ta dietar thonë se qëllimi me hadithin e Busaidit është një grup do të ringjallen me rrobat e tyre, duke bazuar në hadithet e tjera të profetit alayhis salam që përmend shahidin apo dhe muhrimi. Kurse dietarët e tjerë japin një tjetër interpretim të bukur. Thonë, qëllimi me rrobat në hadithin e profetit alayhis salam i vdekur do të ringjallet me rrobat me të cilat ka vdekur, nuk është rrobja, ai që të shton direkt në mend, por janë veprat dhe gjendja e tij. Siç thot Allahu i lartësuar, "O libasu taqwa dhalika khair." Dhe petku i devotshmërisë është më i miri. Pra e quajti devotshmërinë rrobe, petk. Apo ajeti tjetër kuranor, "O thiyabaka fatahhir", dhe rrobat e tua pastroj. Cili është qëllimi? Thonë një pjesë e mufesirinëve, veprat e tua pastroj. Bëj të sinqerta. Allahu subhanahu wa taala përmendi rroben, por qëllimi dhe kuptimi është vepra, thonë. Dhe për të gjë thonë dëshmon edhe hadithi Xhabir ibn Abdillah, që transmetohet në Sahih Imam Muslimit, se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë, çdo rob do të ringjallet në gjendjen në të cilën ka vdekur. Çdo rob do të ringjallet në gjendjen në të cilën ka vdekur. Pra, kush vdes në një gjendje të caktuar, do të ringjallet në atë gjendje në ditën e gjykimit. Vdiqe duke bërë një adhurim, ashtu do të ringjallesh. Vdiq muslimani apo dikush tjetër duke bërë gjunaf, në atë gjendje do të ringjallet. Allahu na ruaj. Vdiq në gjumë, vdiq duke punu. Duke ngrënë, duke pirë, duke folur. Dhe sipas këtij shpjegimi, hadithi e Busaidit, pra që i vdekur do të ringjallet me rroba me të cilat ka vdekur, bën fjalë vetëm për dëshmorët, thonë. Ata, sepse ata varrosen me rrobat e tyre dhe ringjallen me to si dallim nga të tjerët. Dhe thot Ibn Abdul Barr në dietarët e hershëm të mëdhenj se ky është edhe mendimi i shumicës së dietarëve. Pra përgjithsisht njerëzit do të ringjallen larkuriq nga varret e tyre, përveç një grupi, një kategorie, dëshmorët edhe muhrimi mund të hyjë këtu. Dhe ka pasur dietar të cilët ose ngjarje nga dietarët e mbështesin të kuptim, siç ka qenë Nuaim ibn Hamad. Nuaim ibn Hamad ka qenë nga mësuesit e Imam Buhariut, nga dietarët me të cilët ka marrë hadithe prej tyre Imam Buhariu, Allahu mëshiroft. Mëshiroft që të dy, dhe ka vdekur ky Nuaim ibn Hamad në vitin 228 të Hijrit. Kur u sprovua në kohën e fitnes së Kur'anit, pra kur doli një grup
për xehmieve dhe të tjerëve dhe thoni që Kur'ani është i krijuar, nuk është fjalë e Allahut, pra nuk është cilësi e Allahut, pra Allahu nuk ka folur. Edhe ky mendim është kufër, mohim. Pse? Sepse të thuash që Kur'ani është i krijuar, ndërkohë që është fjala e Allahut, atëherë të them për një cilësi të Allahut që është e krijuar. Edhe kur thua qoftë dhe vetëm për një cilësi të Allahut që është e krijuar, përfundimi është që Zoti është i krijuar. Dhe ky është kufër i qartë. Kufër i keq i madh. Del nga feja e njeriu me të gjë. Çfarë ndodhi ti dietari kur halifja asaj kohe, Mu'tasim, kishte rëndër të fitne dhe kishte përqafuar të akide të shtrembët, e kishte pranuar që Kurani është i krijuar, filloi ti persekutoi, ti burgos apo edhe ti vras ata dietarë që thonin Kurani nuk është i krijuar, por është fjala e Allahut. Ndërta një gjë e tillë ndodhi edhe me Nuaim ibn Hamad, të cilin e burgosën, e torturuan, e rrahën, e prangrosën. Edhe para se të vdiste në burg, la amanet që ta varrosnin me prangrat në duar, duke thënë se do të ringjallem me to dhe do të jenë dëshmi për mua tek Allahu për këtë që më bët. Kur Zoti im të më pyes mua përse i ke këto, unë do t'i them, dhe Allah është i gjithë ditur, unë do t'i them që për të mbrojtur të vërtetën se fjala jote nuk është e krijuar. Kjo është një ndodhi që e shpjegon këtë mendim të shumicës së dietarëve. Gjithashtu, për cilën Sahihun e Buhariut, nga Aisha radhiyallahu ta'ala anha, e cila tregon momentet e fundit të jetës së babait të saj, njeriu më të dashur tek profeti alayhi salatu wasalam, shokut më besnik, më të mirit të këtij ummeti pas të dërguarit alayhi salatu wasalam, dhe që është Ebu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu, thot: kur hyra tek babai im tek Ebu Bekri, ai tha: me sa rroba e qefinosët të dërguarin e Allahut, pra me sa beze e qefinosët. Pra, a ishte momentet e fundit të jetës edhe shihin çfarë mendonin. Si të varroseshin, siç u varros apo siç e ka lënë porosi profeti alayhi salatu wassalam. Pra po larguar nga kjo botë, momentet si të lehtëshme, po prap të përqendruar tek çështja e fesë. Pra shihni sa vend kishte zënë çështja e Allahut në zemrat e tyre. Edhe në momentet më të vështira, ata ishin të thjellët, të qartë. Iman, zemër e mbushur me besim. I thot Aisha, me 3 rroba të bardha, pra me 3 beza të bardha, pa këmish dhe pa çall, pra pa ndonjë rrobe të qëndisur, por vetëm me çall. Pastaj pyeti, në cilën ditë vdiq i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam? Ajo tha, në ditën e hënë. Në ditën në cilën lindi, në atë ditë ndroi dhe jetë profeti alayhis salam, ditë hënë e lindi, siç vjen te Sahih Muslimit, dhe në ditë hënë edhe ka vdekur. Edhe ai pyeti, po sot çfarë dite është? I tha, është ditë e hënë. Ai tha, shpresoj që të vdes në këtë ditë, pra siç vdiq i dërguari i Allahut. Pra shihni sa të përpirt ishin me çështjen e profetit alayhis salam. Saqë edhe në këtë çështje dëshironin të ishin në të njëjtën gjendje siç ndroi jetë profeti alayhis salatu wassalam. Por Ebu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu vdiq në ditën e martë në darkë duke urdhirë e mërkura. Dhe ndër të tjera, thot Aisha radhiyallahu ta'ala anha, robja me të cilën ai kishte, robja që kishte veshur
në ditën e fundit të jetës së tij, kishte njolla shafrani dhe tha, lajeni të robët timen dhe mbi të vendosni edhe 2 të tjera derisa të bëhen 3 dhe më qefinosni me to. Aisha radiallahu ta'ala anha i tha, kjo robë është e vjetër, pra pse të qefinosim me rrobat vjetra? Të marrim të reja, të mira për ty. Shifni, Ebu Bekrin radiallahu ta'ala anhu tha, i gjalli ka më shumë nevojë për të renë se sa i vdekuri. I gjalli ka më shumë nevojë për të renë se sa i vdekuri. Ai qefini është vetëm për një periudhë të shkurtër, pra deri në ringjallje. Ndryshe nga ç'bën njerëzit sot. Njerëzit që nuk ecin me rregullin fetar, çfarë bëjnë? Sidomos kur i vdekuri apo e vdekura janë të rinj në moshë. I blejnë enkas kostumin më të mirë, fustanin më të mirë, orë të shtrenjtë, bijuteri e tjerë, dhe e varrosin me to. Dhe mendojnë se me të gjë e kanë nderuar, e kanë respektuar, ja kanë bërë atë detyrimet e tjerë. Por e gjitha kjo shkon në një vend ku nuk përfiton më i vdekuri, sepse i vdekuri po shkon në një botë ku nuk hyn më punë floriri e argjendi, as fama, as shoqënia. Mbaroi, të janë gjëra që i përkasin vetëm dynjas. Nuk kanë më efekt. Ebu Bekri radiallahu anhu tha, i gjalli ka më shumë nevojë për të renë se sa i vdekuri. Dhe kjo tha qefini është vetëm për një kohë, pra deri në ringjallje. Çfarë tregon kjo? Atë mendim që thamë pra që ringjallën larkurish. Ringjallën larkurish përveç asaj kategorie të njerëzve. Dhe një transmetim tjetër i thanë, a ti bëjmë të gjitha të reja? A i tha përsëri, jo. Gjë që tregon se Ebu Bekri nuk e pëlqente të primi në qefinosje. Në çështje që mund të përmendim, është edhe historia, edhe mbyllim me të, e Malik ibn Dinarit. E kemi përmend Malik ibn Dinar. Ai personi i cili ishte adhurues shumë i madh, saqë po t'i thoni që meleku i vdekjes po është te porta e derës tënde, ai s'kishte çfarë të shtonte më nga adhurimet. Po si ndodhi, gjojini mirë te historisë, është e bukur, por është edhe motivuese, është e bukur dhe motivuese. Si ndodhi kjo devotshmëri e tij? Tregohet për Malik ibn Dinar se punonte si polic në kohën e khilafetit Abbasit. Ishte polic. Pra njëri që merresh me ruajtjen e rendit e tjerë, pra detyrat që i ka njëri i tillë. Dhe ishte njëri gjunafqar që pinte alkool. E pinte alkoolin. Njëri i larguar nga rruga e Allahut, pra i zhytur në gjunafe të tjera. Dhe ka pasur një vajzë të vogël që e donte shumë Malik ibn Dinari. Dhe kur kthehej në mbrëmje në shtëpinë e tij dhe merrte gotën e alkoolit, vajza dhe e merrte edhe vajzën në prerin e tij, nga dashuria që e madhe që kishte për të, vajza edhe pse e vogël ja largonte alkoolin, ja hidhte gotën. Sigur donte t'i thoshte, ki frikë Allahun, largohu prej pijes. Ndodhi kaderi i Allahut që vajza e tij vdiq, ndroi jetë. Dhe ai u mërzit shumë. Dhe u dha akoma dhe më shumë pas alkoolit, dehjes. Keni parasysh atë njeriu që kur nuk bën durime, kur nuk e përjeton dhe nuk e mban qëndrimin e dur ndaj kaderit të Allahut, bie në pesimizëm të tillë e tjerë e tjerë. Dhe një natë pa në ëndër, gjojeni mirë tash. Sigur kishte ardhur dita e gjykimit dhe njerëzit dolën nga varret të zbathur, larkuriq, duke u endur në fushën e kiametit, ditës së kiametit, pra në vendin ku atë hapësirë ku ata ringjallen, tubohen, qëndrojnë e tjerë.
Pa pritur një gjarpër i madh me gojë të hapur ju drejtua nga mesi i njerëzve, duke dashur ta përpinte, pra dolin nga grumbulli i njerëzve ky gjarpër i madh, ajo turm, dhe ju drejtu Malik ibn Dinarit me gojë të hapur për ta ngrënë, për ta përpir të tërin. Dhe Malik ibn Dinar në ëndrrën e tij, pra, filloi të vraponte, tikte me vrap, dhe gjarpri mbrapa tij nxitonte dhe gjarpri për ta kapur. Në një moment pa një plak me pamje të bukur, të mirë, të qetë, ju afrua atij dhe i tha: "Për hir të Allahut më shpëto." Ai tha: "Nuk mundem të shpëtoj, por shko te ai që mund të shpëtoj." Dhe Malik ibn Dinar, ndërkohë që gjarpri vazhdonte ta ndiqte dhe Malik ibn Dinari vazhdonte të ikte me vrap, derisa arriti në buzë të xhehenemit. Aty ndaloi. Përpara kishte xhehenemin, mbrapa gjarpri që po afrohej për ta përpir. Çfarë të bënte? Dhe mendoi dhe vendosi që të hidhej në xhehenem për të shpëtuar nga gjarpri. Por ju tha: "Kthehu, ndalo. Ti nuk je prej banorëve të tij të xhehenemit." Dhe Malik ibn Dinari u kthye përsëri mbrapsht. Edhe ndërkohë që gjarpri përsëri vazhdonte ta ndiqte. Pra, situatë e frikshme, ndonjëherë mund t'i ndodhë çdo kujt që ka parë një ëndër të keqe dhe e ka përjetu. Saqë edhe mëngjes kur është zgjuar, apo i ka dalë gjumi nga frika, nga paniku i asaj që ka përjetu, u kthye përsëri tek plaku, me pamje të bukur, të mirë, të qetë, duke ndjerë gjarpri dhe i tha: "Të lutem për hir të Allahut më shpëto ose më tregon një rrugë si të shpëtoj." Ai i tha: "Nuk mund të shpëtoj, por shko te ai pallat." Dhe i tregoi një pallat. "Ndoshta aty ke diçka të ruajtur, që mund të jetë shkak që të shpëtosh." Shkoi drejt pallatit, ndërkohë që gjarpri vazhdonte të ndiqte. Edhe ky pallat ishte prej smeraldi dhe rubini, i zbukuruar me margaritar dhe gur të tjerë të çmuar. Kërkoi që të hapeshin perdet që e rrethonin pallatin. Dhe kur u hapën, dolën nga ai fëmijë të bukur si hëna e plot. Dhe të gjithë po e shikonin me habi, dhe mes tyre ishte edhe vajza e tij e vdekur, e cila i tha: "O baba." Ndërkohë ajo u hudh midis babait dhe gjarprit. Vajza doli përpara gjarprit. Dhe i bëri shenjë me dorën e djathtë gjarprit dhe ai u largua. Pastaj ajo i preku, i fërkoi babait të saj mjetërën dhe gjorsin, edhe i tha: "Që jeni mirë." I lexoi ajetin kuranor: "Alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wama nazala min al-haq." A nuk ka ardhur koha për ata që besuan, që zemrat e tyre të përulen ndaj përmendjes së Allahut dhe ndaj asaj që ka zbritur prej të vërtetës? Malik ibn Dinar po në ëndër thot: "Po, ka ardhur koha." Pastaj e pyeti vajzën e tij në ëndër, vazhdon dhe i thot: "Cili ishte ai gjarpër?" Pra ç'ne ai gjarpër? I tha: "Ishte vepra jote e keqe që pothuajse të hudhi në xhehenem." Po i moshuari, ai plaku, i thot: "Ishte vepra jote e mirë, të cilën e ke dobësuar aq shumë sa nuk mundi t'i bëj ballë veprës së keqe." Pastaj e përsëri e preku babain e saj në kraharor dhe i përsëri ajetin kuranor: "Alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wama nazala min al-haq." A nuk ka ardhur koha për ata që besuan, që zemrat e tyre të përulen ndaj përmendjes së Allahut
dhe ndaj asaj që ka zbritur prej të vërtetës, në këtë moment u zgjua, i tronditur. Mori abdes dhe shkoi në xhami të fali namazin e sabaut dhe kishte filluar namazi. Dhe kur hyri në xhami, e dëgjoi imamin duke lexuar ajetin kuranor, a nuk ka ardhur koha për ata që besuan, që zemrat e tyre të përulen ndaj përmendjes së Allahut dhe ndaj asaj që ka zbritur prej së vërtetës? Dhe i tha vetes, pasha Allahun, kjo është e veçantë vetëm për mua dhe për asnjë tjetër. Dhe që nga ai moment e ndryshoi jetën e tij dhe u bën nga adhuruesit dhe më të devotshmit e këtij ummeti, saqë është model devotshmërie, asketizmi. Malik ibn Dinar, Allahu e mëshiroft. Kjo është ajo që te histori e përmendin dietarët si bashkangjitje, dhe jo si argument në vetvete, por si bashkangjitje të atyre argumenteve që tregojnë për të mbështetur mendimin e shumicës së dietarëve, pra, që njerëzit do të ringjallen larkurish përveç një grupi, siç janë shehidët. Cili do të jetë i pari që do vishet dhe cilët do të jenë më pas të tjerët, kjo do të jetë tema e një nate tjetër inshallah. E lutim Allahun subhanahu wa taala na lehtësoj ditën e gjykimit, na japi neve përfundim sa më të mirë, ku fjala jone e fundit të jetë fjala më e mirë, vepra jone e fundit të jetë vepra më e mirë dhe dita jonë më e bukur të jetë dita në të cilën do të takohemi me të. Wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.